Qoftë lavduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ju përshëndesim nga studio Radio Marisë këtu në Prishtinë. Së bashku me mua është doktor Valdet Hashani, specialist i mjekësisë familjare dhe drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare këtu në Prishtinë. Mirë se ke ardhur doktor dhe faleminderit që ke pranuar ftesën. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit Adelina për ty edhe për shikuesit e Radio Marisë dhe dëgjuesit gjithashtu. Faleminderit. Sot së bashku me doktor Valdetin do të trajtojmë temën gripi sezonal, vaksinimi si dhe virozat. Doktor, po vazhdojmë me një herë me temën, çfarë nënkuptojmë me termin virozat dhe si dallojnë ato nga infeksionet bakteriale? Faleminderit për ftesën, faleminderit për interesimin dhe gjetjen e një teme e cila është aktuale pikërisht për shkak të sezonit, e cila ja takon tani popullatën tonë. Vetë fjala viroz nënkupton infeksion viral, akut, infektiv, i traktit, zakonisht i traktit sipërm respirator, që përfshin ose shkaktohet nga viruset e ndryshme. Tash sigurisht se për audiencën nuk janë me rëndësi rinoviruset, adenoviruset e kështu, koronaviruset që kem kalu si pandemi, po tani kanë mbetë si viroza të rëndomta, e këto janë virozat të cilat shkaktohen ose shkaktojnë infeksion të trakteve, siç thash, të sipërme respiratore, po jo domosdoshmërisht mund të përfshinë edhe traktin e poshtëm respirator dhe mund të kemi infeksione jashtëzakonisht të vështira të traktit të poshtëm respirator, po mund të manifestohen edhe me trakt gastrointestinal, që është manifestim i simptomatologjisë me vjella ose me barkëqitje. Po zakonisht virozat janë infeksione më të lehta që dallojnë nga gripi sezonal, të cilat do t'i shtjellojmë sigurisht gjatë këtij emisioni ose gjatë kësaj bisede, dhe do të mundohem që bashkëbisedimin ta bëjmë me gjuhë popullore, me që unë e di se audienca nuk është profesionale, nuk po i bëj ligjërat mjekëve ose infermierëve, por popullatës e cila është interesuar të dinë detaje në lidhje me këto infeksione të cilat zakonisht manifestohen ose paraqiten gjatë fazave të vjeshtës dhe të pranverës, ose muajit tetor, nëntor, dhjetor, po edhe tani në këto 3 muajt e parë të vitit. Dhe më thonë, virozat janë infeksione që shkaktohen, jo domosdoshmërisht japin temperaturë, mund të kemi temperaturë normale, mirë po zakonisht këto manifestohen me rrjedhje hundësh, dhimbje fyti, dhimbje muskulare, dhimbje koke, pastaj mund ashtu si thash, nëse atakojnë sistemin gastrointestinal ose të traktit tretës, atëherë mund të manifestohen edhe me të vjellura, po edhe me barkëqitje. Zakonisht, këto sigurisht nuk do t'i trajtojmë të gjitha tani, me që do të kemi sigurisht pyetje dhe do t'i shtjellojmë në mënyrë të detajuar secilën, po është vetë fakti që janë virozat shkaktuara nga viruset, nënkupton që duhet të shmangim përdorimin të antibiotikëve. Doktor, cilat janë virozat më të shpeshta që shfaqen gjatë kësaj kohe dimrore? Ashtu si thash, virozat më të shpeshta janë ato të traktit respirator, edhe që dallojnë nga gripet, me që këto viroza janë konstante dhe manifestohen mund të jenë edhe gjatë tërë vitit, po sidomos gjatë muajve nëntor dhjetor, po edhe në 3 muajt e parë të vitit. Këto viroza, ashtu si thash, janë disa grupe që klasifikohen, ose ne në mjekësi klasifikojmë si në bazë të grupacionit që i takojnë në grupin e virologjisë, janë viruse që atakojnë traktin, hundën, gryken, po edhe mushkrit, edhe janë për shkak të toksinave të tyre, të cilat i bartin organizmin e njeriut, japin dhimbje muskulare dhe zakonisht kemi manifestime të ndryshme. Infeksionet që përhapen janë infeksione shumë të shpeshta ose infeksione jashtëzakonisht të shpejta, të cilat përhapen me sperklën gjatë bisedës. Po e them se unë kam infeksion tani në këtë moment, nëse kema përsin kështu, edhe pse sperklat e teshtimit mund të shkojnë deri në 7 metra, keni parasysh. Po të bisedës deri në 1 metër e gjys, kushdo që lën aty, dikush që mban qoftë fjalim ose flet, mund të përhap infeksion në qoftë se është infektuar nga viruset që i ceka më lart. Pastaj format ndryshme tjera të kontaktit mund të jenë edhe gjatë përshëndetjes, personi i cili është infektuar me këtë virus, gjatë përshëndetjes me dorë ose prekjes në vende të ndryshme, dhe qoftë edhe rrobave. Tani unë nga rrobat e preki gojen, hunden, me që këto janë instinktet e njeriut që i bën
në vazhdimsi, edhe pa vetëdijshëm unë e preki gojën edhe me këtë virus e infektoj edhe personin për përcjellë tek personi tjetër, dhe në këtë mënyrë mund të përhapet edhe në për shembull në ambientet ku ka nxënës, ku janë gazermat ushtarake ose vendet ku grumbullohen studentët. Doktor, çfarë është gripi sezonal dhe si ndryshon nga një virozë e zakonshme? Realisht i përmenëm virozat ose viruset ose gripet të cilat ndodhin për shkak të këtyre virozave që janë konstante ose permanente, po varësisht tani nga inkubacioni tyre ose mbjellja e tyre në ambient për shkak të për shembull gjatë verës, rrezet e diellit dhe temperaturat, ato i shkatrojnë, dhe për këtë arsye ne nuk kemi viroza gjatë fazës së verës, mirë po jo domosdoshmërisht, me që ne e dim se kemi infeksionet të cilat manifestohen edhe gjatë verës për shkak të infeksioneve të traktit trec, kemi vjellje, barqitje e kështu me radhë, po gripi sezonal dallon për shkak se zakonisht shkaktar është gripi i influencës. Edhe influenca zakonisht janë dy kategori të mëdha të këtyre, është gripi A dhe B, edhe realisht po jo vetëm janë dy grupe, po me shumë nën tipe ose nën grupe, po e zon vaksinën që do të flasim sigurisht më vonë. Vaksina tash që e marrëm është 4 valente, është 4 komponentëshe, i përmban 2 vaksina të grupit A dhe 2 të grupit B. Që nuk kupton, po këto pse i kemë marrë këto janë marrë nga institutet eminente, cilët e prodhojnë vaksinën, me që këto vaksina të këtyre nën grupeve kanë bo domet më të mëdha. Po e zom, ju kujtohet gripi i derit, AH1N1, tani ajo nuk është e rrezikshme, mirë me që tani bëhet vaksinimi nëpërmjet vaksinës. Do të thonë, shkaktar të gripit sezonal janë viruset e influencës, ndërsa tipet ose vaksina, këto viruset të tjera të cilat i përmenda, mund të shkaktojnë gripe të rëndomta ose viroza të rëndomta. Ndërsa dallimin mes virozave dhe të ftofjes është me që tek ftofja kemi rrëmje të imunitetit të manifestime pak a shumë të ngjajshme sikurse të virozave, po jo, do të thonë, nuk kemi, mund të kemi temperaturë, ndërsa te virozat tam kemi rrjedhje hundësh. Atje mund të kemi edhe reaksione alergjike te këto ftofjet e zakonshme, që mund të jenë manifestuara ose kombinim i reaksioneve alergjike dhe të ftohurit për shkak të rrëmjes së imunitetit të personit. Zakonisht ftofjet ndodhin tek fëmijët, gratë shtatzona, personat që janë pak me imunitet pak më të dobësuar, edhe për shkak të rrëmjes saj mund ndodhin shumë shpesh për shkak të rrëmjes temperaturës, veshjes me hall, ose që jo domosdoshmërisht janë infeksione të shkaktuara nga virozat. Zakonisht gripi sezonal deri në sa ditë zgjatet dhe kur duhet pacienti me fillu me u shqetësu? Po. Realisht edhe virozat, edhe gripet sezonale janë infeksione akute që ndodhin shpejt, manifestohen shpejt, qëndrojnë 2, 3, 4, 5 ditë maksimumi dhe tërhiqen vetvetiu, edhe pa terapi, nëse nuk kemi të bëjmë me kategori caktuar të personave, për shembull tek gratë shtatzona, tek fëmijët, tek profesionistë shëndetësorë të cilët kanë ndonjë smundje kronike për shkak të imunitetit komprometuar, ose edhe personat të cilët janë me smundje kronike jo infektive, siç është personat me kancer, personat me astmë bronkiale, personat me diabet, ose me sistemin me probleme kardiovaskulare. Këta persona janë më të ndihshëm për shkak se imuniteti i tyre është i komprometuar, edhe te këta rekomandohet si parandalim kryesor është marrja e vaksinës. Te këto raste, doktora, mundet me paraqit komplikime më të mëdha? Po, pikërisht, për shkak të kompromitimit të sistemit imunitar, këta organizma janë më të dobësuar, edhe për këtë arsye nevojitet që fillimisht të trajtohen ose të marrin vaksinën këta persona. Po vaksina nuk nënkupton se bën trajtimin e smundjes. Domethënë vaksina nuk është për trajtimin e gripit sezonal. Vaksina merret për parandalim të gripit sezonal. Nëse më lejohet, me dhënë një sqarim edhe për audiencën se çka përmban vaksina, pse nuk po e shkaktoj ose nuk po e trajtoj ka smundjen. Vaksina është domethënë substancë biologjike e cila përgatitet në laboratore shumë të sofistikuara, në institutet veçanta. Nuk prodhon secila fabrikë ose secili institut, po këto janë të specializuara vetëm për vaksina. Fillimisht ai shkaktar merret, izolohet, çohet në laborator, analizohet
cili tip është, cili kategori hyn, është i rrezikshëm, çka ka shkaktuar në për shembull 5 vitet e fundit, ose a ka tendencë të mutacionit, ndrimit të strukturës për ndardhmen. Edhe këto pastaj pas izolimit, jo në ato fazat e purifikimit, quhen pastrimit, të ndamjes strukturave, se ka vaksina që është e mbytur, vaksinë e dobësuar, ose edhe vetëm fraksion ose pjesë e virusit. Vetë fakti se është e dobësuar, është e mbytur, ose është fraksion, nënkupton se këto nuk munden me shkaktu smundje. Se shumica e popullatës tonë kanë frikë nga njerët se mos po e shkaktojnë dëm e organizmit. Nuk ka dëm prej diçka që nuk është organizëm i gjallë. Do të thonë që ai është i dobësuar, është i mbytur, është ai faktikisht çka bën? E bën provokimin e ky hyn si antitrup, antigjeni, organizmi tani prodhon, në fakt si antigjen kundër gjenit ton. Tani organizmi prodhon antitrupa kundër asaj substance. Faktikisht përgatit ushtar për smundjen e cila krijohet imuniteti pa e kaluar smundjen fare. Me që ne tani e kemi imazhin e virusit, organizmi fillon me kriju imunitet kundër kësaj, edhe organizmi nëpërmjet kësaj, në momentin kur atakohemi ose infektohemi nga smundjet ose nga viruset që i përmenda më herët, atëherë nëse jem vaksinuar për këto virus, organizmi e përballon shumë më lehtë, se i ka faktikisht ushtar të cilët e luftojnë këtë smundje. Në rast se ka shumë pyetje zakonisht të qytetarëve tonë, popullatës që pyesin, po unë vaksinova, po prap u infektova ose prap e mora gripin sezonal. Gripi sezonal, e tham, për shembull vaksina, për momentin Kosova e ka 4 valente, me shpresë dhe me premtimin se në vitet e ardhshme Ministria e Shëndetësisë ashtu ke marrë rekomandime se do të ketë këtë 8 komponentën, që do të jenë 8 lloje të vaksinave në një vaksinë, e të kombinuara së bashku, sigurisht me grupin A dhe B të influencës, të grupeve të influencës, edhe nëse po flasim tani për aktualin, nëse i patëm këto 4, po na vjen një grupi që nuk ekziston në vaksinë, domosdoshmërisht se ne do të infektohemi. Po nëse ne i përcjellim ose i marrim këshillat të cilat na i kanë rekomanduar mjekët, do ta kalojmë shumë më lehtë dhe me kalimin e smundjes zakonisht mbetet edhe imunizimi ose nuk mundet i njëjti grip me të radhë 2 herë ose 3 herë. Zakonisht janë gripet të grupeve ose të mutacioneve tjera, me që organizmi tani ato nuk i njeh, siç ta më herët. Po edhe i përballon pak më lehtë në momentin që është edhe i vaksinuar, edhe ato tjera që. Patjetër, do në momentin çdo person i cili është i vaksinuar për këto 4 vaksina, le të mbetet situata sido që tjetë, ai do ta përballoj shumë lehtë smundjen. Ky është rekomandim, sigurisht se do të jetë edhe rekomandim për fund të emisionit që vaksinimi është mënyra më e lehtë, më e lirë dhe më e mirë. Fatmirësisht, Kosovë vaksinat i kemi pa pagesë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës i siguron nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe vaksinat gjenden në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare, qendrat kryesore të mjekësisë familjare në nivel vendi, dhe vaksinimi zakonisht gjatë ose koha e vaksinimit mund të jetë nga ora 7 mëngjesit deri në 7 mbrëmjes, edhe me që vaksinat janë pa pagesë, ndërsa ka vende ose që vaksinat kushtojnë, po rimbursohen nga sigurimi shëndetësor, ndërsa për vaksinën vetëm si kuriozitet që do të vije, kam dëgjuar se kushton deri 100 euro. Po Kosovë sigurisht ajo prap do të vije pa pagesë, me që sigurimi shëndetësor të ne nuk ekziston, po Ministria e Shëndetësisë respektivisht Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publik do ta ofroj për popullatën tonë pa pagesë, ashtu siç ofrohen të gjitha vaksinat. Momentin që vjen doktor do ta marrim edhe një emision ekstra për me ju shpjegu. Me kënaqësi më të madhe. Doktor, tek rastet e virozave ose e gripit, çfarë rekomandime zakonisht ju jepni pacientëve dhe si bëhet trajtimi i tyre? Realisht, me që është emisioni edhe për virozat edhe për gripet edhe për vaksinimin, do të mundohemi që disa çështje të shtjellojmë pak më ngadalë, me qëllim që popullata mos nga rendin të mjeku ose të institucionet shëndetësore për gjëra edhe shumë banale. Që mund t'i parandalojnë ose edhe mund t'i trajtojnë në shtëpi. Realisht në Perëndim, po flas me që kam kryer një pjesë specializimit, kanë qenë shumë trajnime, nuk
shkojnë shumica e popullatës për këto gjendje që të ne mbushen korridoret, nuk shkojnë tek mjeku, me që edukimi shëndetësor dhe promovimi është shumë i avancuar. Çka nënkupton që ne në të ardhmen duhet të stimulojmë ose duhet të japim hapësirë më të madhe edhe infermierëve tona, të cilat janë jashtëzakonisht të shkolluara dhe sigurisht se e dini, pjesa dërmuese mi 90% e infermierëve në nivel vendi e kemi me bachelor, po edhe me master. Kjo do të kupton që edukimin shëndetësor dhe promovimin shëndetësor mund ta bëjnë në mënyrë qoftë edhe nëpërmjet mediave, po edhe nëpërmjet vizitave tek infermierët tona. Fatmirësisht ne tani kemi edhe këshillimorët ku mund të marrin informacione, po edhe edukim shëndetësor mbi sëmundjet e ndryshme dhe jo vetëm gripit sezonal. Andaj edhe nëse i themi që nëse 2 ditë, 3 ditë ka temperaturë ose ka dhimbje koke, ka dhimbje muskulare, ka ku ta dione këto simptomat që thamë rrjedhje hundësh, është mirë që të provohet me kushte shtëpiake që të bëhet trajtimi, dhe nëse mbrana 2 ose 3 ditë nuk shkon terapia mirë ose nuk shkon, mund të përdoren çajra, mund të përdoren paracetamol ose antipiretik të cilës do natyrë, nuk është problem, jepet mirë po konform të peshës trupore. Duhet sidomos të kemi parasysh tek fëmijët që të mos keq përdoret dhënia e antipiretikëve ose paracetamolit në sasi më të madhe, me që ato shkojnë realisht me peshë trupore. Mirë po flasëm në rrethana normale, marrja e 2, 3, 4 paracetamolla në ditë për të rritur nuk është asgjë, nuk është sasi e madhe, merren sasi të mëdha të lëngjeve, po jo të gazuara, lëngje nënkupton edhe supë, edhe çaj, edhe organizmi me që në këtë fazë të infeksionit ai lufton tani me atë agentin i cili është fut në organizëm, organizmi të nevojitin sasi e madhe e ujit me qëllim që të lirohen toksinat të cilat i ka organizmi, andaj edhe rekomandohet që të merren sasi të mëdha ujit, lëngjeve, të supave, marrja vitamines C në sasi 2 e 3 gram në ditë është e rekomanduar, dhe marrja ose përdorimi po e zëm, kemi shumë pacientë të cilët vinë dhe marrin preparate për largimin ose ekspektorant, largimin e këlbazës gjatë kollitjes e kështu me radhë, ndërsa në kushtet shtëpisë ne kemi për shembull në gjysmë litre ujë, i zin 2 qep, qoftë kuqe, qoftë bardha, dhe lëngu i saj mund të konsumohet gjatë ditës dhe është bari natyral shumë efektiv, mos themi në shumë raste edhe më efektiv se sa barin që e marrin. Nëse mundemi të ndërprek tek pacientat që janë me sëmundje kronike, a preferohet që me u këshillu me njëherë me doktorin nëse ka një viroz, një grip sezonal, apo munden me i përdoret ata kushtet shtëpiake? Po, pyetje shumë e ven. Edhe realisht në rrethona shtëpie, personat që janë me sëmundje kronike, pak a shumë ata për shkak të kronicitetit të sëmundjes, ata e dinë edhe realisht deri ku munden me shty. Edhe mundësisht është mirë që mos të shkohet me njerë tek mjeku, keni parasysh në fazën e infeksioneve të gripeve sezonale, korridoret e institucioneve shëndetësore janë të stërmbushura. Ndoshta ai person kronik ka një ftofje ose një grip ose një viroz komplet tjetër, dhe me shkuarje në institucion ai aty edhe mund të infektohet, ose gjatë shkuarjes, transporti publik, dalja në rrugë. Ka shumë faktorë cilët mund të interferojnë që ai të infektohet, e gjendja e tyre shëndetësore pastaj mund të edhe të përkeqësohet. Po nëse kanë temperaturë, kanë ethe, kanë dhimbje muskulare, mund të përdorin gjitha këto që i thash, po nëse këto janë të zgjatura ose zgjatin më tepër se 3 ditë, po edhe 4, atëherë patjetër duhet që të kërkojnë ndihmën e mjekut, me që realisht pastaj do të bëhen edhe ekzaminime tjera, përpos ekzaminime fizike që i bën mjeku, sigurisht se do të kërkohen edhe laboratori, edhe pse jo edhe strisho e fytit, po ndoshta edhe ndonjë radiografi e mushkërive me qëllim që kuptohet gjitha këto pas ekzaminimeve fizike të cilat i bën mjeku, ai e din se a ka nevojë apo nuk ka nevojë. Fatkeqësisht shumica e pacientëve, nuk po flas tash për kohën e fundit, po këtë dekadën e fundit kemë pas probleme të jashtëzakonshme me keqpërdorimin e antibiotikëve në nivel vendi. Edhe kemi tani në qendrën kryesore të mjekësisë familjare është era e dytë që e bëjmë riauditin, audit mjekësor, do të thonë bëjmë një hulumtim që nuk ka qëllim penalizimi institucioneve shëndetësore, qëllimi vetëm është që me pa kuj kem defekte dhe çka mund të
korrigjojmë. Dhe e kemi vrejt se kemi pas shumë përdorim të antibiotikëve, fatkeqësisht pa përshkrimin e mjekut. Arsyeja është, ju e dini se vjen një non ose një prind nga një takim edhe thot se ka përdor një X antibiotiku që i ka kry punë, edhe ai pa dit indikacionet a ka nevojë as ka nevojë, në fakt pa dit edhe dozën, edhe që përmena edhe efektet anësore, shtu këtu edhe efektet anësore, ai e përdor edhe vetëm se e kam dëgjuar se ty të ka bëu mirë, e merr edhe ajo. Ai ose ajo. Edhe kjo është ajo arsyeja pse faktikisht e përkeqëson gjendjen me që krijohen tani rezistenca antimikrobiale. Kur përdoret shumë, ajo tani nuk kryen punë doza ose sasia e cila është marrë, por duhet të rritet doza. Me rritjen e kësaj doze rritet edhe rezistenca, edhe bëhet bari ma jo produktiv, ose nuk e jep efektin. Kësaj, do të thonë, i ndihmon fatkeqësisht Kosovë mungesa ose marrja e barit pa recetë mjekësore, që është një çështje krejt tjetër, edhe ose që duhet patjetër të shtjellohet edhe nga instancat më të larta, me që edhe bazuar në legjislacionin fuqi, asnjë bari i cili përshkruhet nga mjeku nuk mund të merret në barnatore pa recetë mjekut. Ne po flas para 15 vjetë kemi filluar edhe i recetën e cila ka mbet në atë nivel. I receta do të thotë që t'jekin këto hard copies ose papirologjin që e përdorëm, po ajo të bëhet elektronike, edhe në momentin kur unë e shkruaj një pacientit terapin, ajo terapi në mënyrë direkte shkon te barnatorët në nivel lokacionin, edhe ku do pacienti që paraqitet, emri i tij gjendet, edhe ai mund ta tërheq atë bari, po jo pa recetën ose rekomandimin e mjekut. Pikërisht, marrja e tepërt të këtyre antibiotikëve ka bërë që në nivel vendi tani kemi një rezistencë antimikrobiale, po bëhen tani edhe studime edhe në nivel të SHKUK-s, ÇKUK-s, të ministrisë, po edhe tonin përmes auditeve klinike, me qëllim që të kufizojmë dhënien ose marrjen e antibiotikëve me dhe pa nevojë. Doktor, a mendon që janë të nevojshme fushata të ndërgjegjësuese, sidomos në për shkolla ku duhen me qenë të pranishëm edhe prindërit, që me e kuptu më mirë se si duhen me u trajtu këto raste? Pyetje shumë e vend. Faleminderit që ma përkujtove. Realisht në kuadër të ditëve caktuara të smundjeve ose problematikës shëndetësore, ne kemi në nivel global ose edhe nacional disa data të caktume. E kemi në kuadër të ÇKMP-s edhe koordinatorën për promovim dhe edukim shëndetësor, e cila vazhdimisht nëpërmjet kolegëve, krijimit ekipeve në qendra të ndryshme, bëjmë shënimin e këtyre datave, shkojmë për shkolla, bëjmë ligjërata me nxënës, me e kështu me radhë, ose dalim edhe në qytet. Shpeshherë na keni pa që dalim disa kampanja ditë caktuar, edhe bëjmë qoftë po e zonë ditën e diabetit, matet glikemia, matet tensioni, merren disa do të thonë këshilla nga mjek dhe infermier të cilët i kemi në teren, po kjo nuk nënkupton që promovimi dhe edukimi shëndetësor ka kryer punën. Në kuadër të kësaj sigurisht se në kurrikulat e ardhshme duhet të mendohet që të futet edhe edukimi shëndetësor. Edhe edukimi shëndetësor sigurisht se nuk është domosdoshmërisht më u dhënë prej mësuesve dhe arsimtarëve. Ne kemi mjaftuar shumë infermier në nivel vendi që e thash edhe më herët kanë edhe ngritje akademike me bachelor dhe master. Dhe që janë më shumë ekspert se sa një misionvënës. Sigurisht, dhe njohin lamin në detaje, dhe këta mund të përdoren tash si do të bëhet kurrikula sa herë një, ajo është sigurisht çështja e Ministrisë së Arsimit, por në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe profesionistët shëndetësor, me qëllim që tani rinia të di për kur po flasim për edukimin shëndetësor, po flas edukim seksual, edukim që e përgatit një të ri dhe të re për jetën, nuk ka nevojë tani të merren praksione nga këto rrjetet sociale, pa filter informacione, ose edhe përdorimi i ChatGPT, se inteligjenca artificiale, e cila varësisht se ti çfarë pyetje ja bën, ai ta kthen përgjigjen, por jo domosdoshmërisht, ajo përgjigje është konform moshës. Përderisa përmendë ChatGPT-n, inteligjencën artificiale, kam dëgjuar shumë raste që njerëz smundje ja përshkruajnë chatit edhe marrin rekomandime. A është në rregull kjo? Edhe kjo është pyetje shumë e vend, edhe për shkak se inteligjenca artificiale nuk mundet me ditë realisht gjendjen tonë shëndetësore. E pata një ligjërat me studenta dhe një nga
pyetjet e studentave ishte se tash po zavencohet mjeku, nuk ka me pas nevojë. Në fakt edhe Elon Musk në para disa dite na friksoi neve mjekëve se mbrana 10 vjetësh bila e çoj më shkurt, nuk do të ketë nevojë për mjek. Sigurisht se avancimi i shkencës dhe teknologjisë do të arrijë deri në atë nivel sa do të na lehtësoj jetën. Po në asnjë mënyrë nuk do të mund të zavancon mjekun, stomatologun, atë paramedikun i cili do të jap ndihmë kur bëhet ndeshje komunikacionit. Sigurisht se nuk mundet një robot me ardha dhe mi nxjerr ata prej makinës dhe mi reanimu. Aty duhet të jetë njeriu. Dora e njerit është e pashmangshme. Sigurisht se këto janë shumë të mirë se ardhuna, edhe realisht do të animojnë ose do të na mundsojnë që të bëjmë një mjeksi pak ose një profesion pak stresogjen. Po jo që do ta zavancojnë këtë. Edhe unë besoj që në 10 vitet e ardhshme mjekësia do të avancojë jashtëzakonisht shumë, po jo që ta zavancojë njeriu. Në kuadër të kësaj t'jap edhe një informacion se para një kohë ishte, ndoshta nuk po di, nuk ka para vitit 3 ose para Krishtlindjeve. Aty mund të jetë një muaj ca kohë, dul edhe zyrtarisht që ChatGPT nuk mund të përdoret zyrtarisht si bazë për mjeksi dhe për legjislacion, domthon avokatët, prokurorët e kutadione. Në aspektin për shkak se ka edhe nuk është vetëm ngjyra e bardhë dhe zezë. Mes tyre janë me qindra spektra të ngjyrave të ndryshme. Në mjeksi kjo edhe një nuancë shumë e vogël e ngjyrës mund të kalojë nga bari në helm. Edhe kjo një student ka pyet kutadion atje se në kloror natriumit a mund mos përdori kryp kuzhine, edhe i jep një bromid ose bromid diçka bari, edhe ai përdor dhe vdes. Edhe ajo faktikisht është fatale për shkak se kërkush nuk e ka ditë, po përgjegjësinë kush e merr për humbjen e asaj jete. Pikërisht për shkak kësaj, qenia njerëzore e ka dhe përgjegjësinë. Kjo është shumë e mirë se në aspektin profesional dhe shëndetësor, sigurisht se kjo inteligjenca artificiale mund të i kalojë njeriun, po në aspektin edhe emocional dhe shpirtëror edhe janë këto që duhet ta bëjmë, nuk mundet absolutisht me zaventuar. Doktor, kemi me bashku një emision veçantë për inteligjencën artificiale, sidomos në fushën e mjekësisë. Nuk e di sa më ju përgjigj, po me kënaqësi, po në fushën tonë si mjek mundesh me japë rekomandimet për të gjithë. Doktor, sa është rëndësishme pushimi, ushqimi i mirë, hidratimi gjatë kohës kur njerëzit janë me viroza. Për shkak se në shumicën e rasteve ka një grep, ka një virozë dhe dalin punë edhe nuk e mendojnë atë pjesën tjetër që mundet me dëmtu kolegun ose personin që ju qëndron afër. Sa bukur. Në fakt në vetë pyetjen edhe përgjigjen shumë të mirë. Realisht marrja e sasive të mëdha të langjeve e rehidron e kthen organizmin në një gjendje pak më të fortë që të mund të luftoj më lehtë. Pushimi ose regjimi i shtratit është po aq i rëndësishëm sa terapia. Mund t'i thush ti pacientit i ke 3 ditë, e ke pushim, shkon në shtëpi, vend se ai me pushu, ai shkon edhe shef atje, punon punë në shtëpis, shumë të rana që realisht nuk është pushim. Edhe vjen mas 3 ditë, 5 ditë thotë unë jam edhe më keq. Regjimi i shtratit nënkupton mos me bëu asgjë. Do të thonë ato 3 ditë ti me shku në shtëpi, edhe me zgjedh një Netflix channel, edhe me këshir filma, mi pas që to terapi që janë të shtëpiake, do të thonë jo terapi mjekësore, jo mosdoshmërisht duhet të jenë barnat mjekut, po me çdo që i përmendim më herët, të pushoj edhe realisht vetë fakti i pushimit të organizmit e ngrit imunitetin ose e rrit imunitetin. E thatë ne i themi pacientit se me përdor terapi, po ai nesër shkon në punë. Në momentin kur ai e përshëndet dikon, në fakt edhe prekja tavolinës, gjësandeve që i kemi rreth, kretë ato janë infektohen. Në atë zyre ose në atë ambient mund të gravitojnë me 10 ose 100 persona tjerë, të cilët mund të infektohen nga një njeri i cili është i papërgjegjshëm. Në vendet e perëndimit, po e zëm, për gjendje gripoze për 2 ditë edhe 3 ditë nuk kanë nevojë pushim mjekësor, nuk marrin tek mjeku si është tani. Kjo sigurisht se duhet rregullohet edhe në nivel vendi, me që tani duhet edhe për 1 ditë me e marrë. Edhe pse realisht kur kam punuar në Ministrinë e Shëndetësisë për 1 ditë stafin që kanë qenë varfëmi, unë kam liru për 1 ditë, nuk besoj që bëhet problem, po edhe për 2 ditë është mirë që më mirë ai 2 ditë të mungojnë punë se sa të infektoj një edhe me mungu krejt stafin. Edhe me mungu pastaj rekomandim. Ndërsa në vendin ku kam punuar me ushtar, po e zëm
të influenca A ose B i kanë izolu me automatizëm për 2 deri në 5 ditë. Edhe ajo ka qenë bile për fillim, ka qenë shumë e çuditshme me që edhe shpenzimet kanë qenë shumë të larta. Kur i kom pyet pse, se janë shpenzime, thotë po ai shkon edhe infekton ushtarin, e ushtari tani s'mund të kryejë aktivitet, ai një ushtar nuk është, po, një batalion aty e infekton. Domthon arsyetohet shumë ma lehtë mungesa e një personi se sa një aktiviteti prej disa dhjetra personave të tjerë, cilët ndoshta edhe mund të ndalin prodhimtarinë. Në momentin kur prodhohen kjo inteligjenca artificiale e prodhon domthon kalon në prodhim pa prezencën njerëzore, humane, atëherë sigurisht se çdo gjë ndryshon. Doktor, një rol të rëndësishme ka edhe ushqimi gjatë trajtimit. Po. Realisht ushqimet duhet të jenë normal, nëse nuk ka shija dhe nuk i pëlqejnë, po duhet të rritet niveli i kalorive, duhet merren ushqime pak më kalorike, mund të merren vitamina dhe minerale. Vitaminat mund të merren edhe në formë të pemëve dhe perimeve, po mund të merren edhe në formë të suplementeve, të tabletave, të cilat nuk ka nevojë të përshkruaj mjeku. Ekzistojnë disa barna që quhen over account medications, ose barna që nuk ka nevojë përshkrim të mjekut, të cilat në vendet e perëndimit përdoren edhe ose mund të blehen edhe në shitore të rëndomta. Do të thotë aty është sasia e mineraleve dhe vitamineve e caktuar, përdoren zakonisht një tablet dite, po ato edhe nëse bëhen 2 e 3 nuk është që te i kalohet në një rrezik. Për këtë arsye mund të përdoren ato, edhe sasia e ushqimit duhet të bëhet më cilësore, po jo të merren yndyrna ose kalori të panevojshme, po flas të merren proteina, të merren këto ushqime të shëndetshme, pemë, perime, po gjithmonë duke mos harruar që duhet merren sasi të mëdha të lonxheve. Çaji me limon, çaji gjitha bimëve me limon është jashtëzakonisht i mirë dhe produktiv, edhe rihidron organizmin, po edhe ndihmon qelizat që të regjenerohen. Çfarë ndikimi ka higjiena personale edhe ajrosja e ambientit ku qëndron gjatë trajtimit? Realisht po i bëm pyetje si me kanë profesionist shëndetësor. Ambientin ku qëndrojmë në momentin kur mbyllen dyrët dritaret, kur në një ambient 20 metra katror kur ka 3-4 persona, ajo mbrana një 10 orëshi shpenzohet edhe ajo niveli i oksigjenit aty ka. Po para mendo kur personat janë të infektuar me virus. Ajo hapësirë faktikisht infektohet me virus, edhe kushdo që vjen, qoftë edhe me na vizitu me ka një shtek cigare. Që pacientat tonë shkojmë i shohim edhe me produkte jo të shëndetshme. Ndoshta një emision kish me qenë për ndalimin edhe kufizimin e cigareve në gjitha objektet. Me që tani sigurisht se ligji ekziston, po ishim në disa restorane, nuk gjetëm restoran ku nuk konsumohet, fatkeqësisht. Kjo është një prej arsyeve, e këto e përmenda me qëllim që përmendet ambientin dhe aerosjen e ambientit. Realisht, aerosja, futja ajrit të pastër nga jashtë, është kruciale për shëndetin, me që organizmit, çdo qelizë e organizmit ka nevojë për oksigjen. Oksigjeni, e në veçanti nëse jetojmë në një ambient, po në periferi, ose diku në afër gërmis, ose vendeve ku janë të gjelbrume, atëherë futja e ajrit me oksigjen të pastër është faktikisht e përshpejton procesin e rikuperimit të pacientëve shumë më shpejt se sa në një ambient, po kur kemi probleme me termoelektronën ose kur po e kemi ndotjen e ambientit për shkak të mjegullës së madhe. E në këto raste kur i kemi këto, atëherë nuk hapet dyrët vezirtare, përndryshe në faza tjera gjithmonë aerosja e shtëpisë është e rekomandueshme edhe e ndihmon po ashtë sa edhe medikamentet. Më falë që ndoshta nuk e përmenda edhe higjienën personale. Ne gjatë kësaj bisede, sigurisht se disa herë unë e kom prek tavolinin, ose edhe krejt këto viruse, këto nëse unë jam infektuar, ato mbeten. Po tani kur dal jashtë, qoftë me makinë ose dal takoj koleg ose kolegja, dhe në momentin e përshëndetjes ti e ke transmetuar. Edhe në momentin kur ti e pastron durt, realisht për një kohë caktuar je edhe
domani pas në aspektin e infeksionit. Për këtë arsye rekomandohet që personat që kanë gjendje gripoze të pastrojnë dur disa herë me sapun. Rekomandohet edhe pastrimi komplet i trupit, po në veçanti është nëse mendojmë që po dalim jashtë, patjetër duhet të bëjmë higjienën personale, edhe higjienën sidomos të durve, me qëllim që mos të përcjellim ose transmetojmë infeksionin tek ata që nuk na kanë bërë borç me u infektu. Besoj doktor ky rekomandim duhet me vlejt edhe në çdo rast, jo vetëm rastet kur janë me viroza ose me gripe. Pastërtia personale është kulme. Realisht edhe është fjala e popullit që pastërtia është gjysma e shëndetit, edhe sigurisht se kjo vlen edhe për gjendje tjera ose për rrethona tjera, jo vetëm për gjendje të gripit sezonal. Doktor, do të kthehemi edhe një herë tek vaksinat, pavarësisht që biseduam më herët, po për me qenë më e qartë për dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës. Çka është vaksina kundër gripit sezonal dhe si funksionon ajo? Do të thonë, vaksina është një preparat biologjik i sintetizuar në fabrik, i cili është i dobësum, i mytun, ose pjesë, fraksioni ati virusit, i cili pregaditet tani mos të hymë në faza, se është fazë bagi e gjatë e pregaditjes së vaksinës. Kemi parasysh kohën e pandemisë, kur u nxjerr vaksina për një kohë shumë të shkurtë, ne kemi faza kur fillimisht përgatitet ose bëhen eksperimente në kavje dhe në minj ose në kafshë tjera, pastaj kjo kalon në një grup caktuar njerëzve, pastaj kjo kalon në një masë të vullnetarëve, edhe bëhen testime, do të thonë disa mujore edhe vjetore për me ardhur një vaksinë e mirë dhe e sigurt. Tani kjo vaksinë ipet në popullat. Këto fraksione, edhe një herë mi përsërit, ose këto vaksina nuk infektojnë, edhe këto vaksina nuk trajtojnë sëmundjen, po këto vetëm e parandalojnë paraqitjen e sëmundjes, e vaksina nëse thamë që është e pa pare, ose pa pagesë, është e lirë, është funksionale, është efektive, edhe mbrohesh prej virusit ose prej gripit sezonal. Gripi sezonal është virusi shkaktohet nga virusi influencës A dhe B, në dy grupet kryesore, që realisht nuk është që intereson ndoshta audiencës për grupet, o është me qëllim me ditë se në kuadër të kësaj vaksine momentalisht ne i kemi 4 vaksina në një. Dy të grupit A dhe 2 të grupit B, të cilat paraprakisht kanë bërë kërdi dhe kanë bërë dome të mëdha, e në veçanti ne duhet të kemi edhe një informacion ndoshta për popullatën, se gripi sezonal nuk është smundje e parrezikshme për kategoritë që i përmendëm. Kategoritë që janë smundje kronike, të moshuarit me imunitet komprometuar, fëmija, gratë, shtatzona, e kështu me radhë, po në momentin kur organizmi është i dobësuar për shkak të imunitetit, ne mund të kemi psojmë edhe fatalitet, mund edhe të mytë ajo smundje, po jo për shkak të mungesës ose gripit, po për shkak se organizmi ka qenë shumë i dobësum, edhe e sjell organizmi deri në atë nivel, sa organizmi nuk mund t'i përballojë gjendjes ose virusit të cilin e ka ataku, ndërsa në rast se do të kishte virusi këtë vaksinën, sigurisht se do ta mbjetonte. Kjo është ajo pse duhet të merret vaksina. Vaksina është parandalimi edhe është metoda më e mirë. Doktor, a ka një tendencë që me qenë se vaksinat në Kosovë janë pa pagesë, mos me ju besu edhe, se zakonisht kur e ka një kost të krijohet një farë lloj besueshmërie më shumë prej qytetarëve. Mund të jetë, po megjithatë ma përkujton çështjen e lidhjes ose korrelacionit të vaksinës me disa smundje tjera, po e mendova këtë çështjen në informacion tjetër shtesë faktikisht që është se gripi sezonal në Evropë i myt gjysmë milioni njerëz. Nuk është që është smundje që hajt kalohet let. Kalohet let nëse vaksinohesh, nëse i merr përbazë ato rekomandimet cilat i dham ose folëm deri më tani. Ndërsa priga prej vaksinës ose mos vaksinimit mund të jetë edhe pse është pa pagesë. Edhe mos tjetë tani ajo shkaktari pse është pa pagesë mos të merret. Në rrethona normale, përkundrazi është lehtësim për qytetarët. Në rrethona normale edhe kjo vaksinë që ka kushtuar edhe kushton në vendet. Është dikush tjetër që që pagun. Konkretisht Republika e Kosovës i ka barnat pa pagesë, e në veçanti vaksinimin, e cila është e garantuar me ligj, dhe jo vetëm qytetarët e Kosovës, por edhe gjithë ata që jetojnë edhe kanë leje qëndrimi në Kosovë janë të lirë edhe mund të marrin pa pagesë vaksinën. Ndërsa sa i përket kësaj
lidhje ose ndërlidhje të vaksinës dhe frigës, kemi edhe një tendencë e cila ka ardhur nga vitet e 90, më duket, nuk e di konkretisht, kur e ka ndërlidh vaksinën e fruthit ose të rubellës me më duket, nuk e di tash konkretisht se miku prej mendjes, po gjithsesi e kanë lidh dhënien e vaksinës së duket morbillit. Po, morbillit me autizmin. Edhe ai që ka bë këtë hulumtim, themi selektiv, tendencioz, ka qenë mjek i britanez, i cili e ka qitë këtë informacion me një grup autorësh, edhe ka marrë informacionin se për shkaktoi ka vaksina e morbillit këtë autizmin, edhe ka filluar një gjenerat e caktuar me njerëzve mos me marrë, ose mos me dhënë fëmijëve vetë vaksinën, derisa tani Shtetet Bashkuara të Amerikës me Mbretërinë e Bashkuar kanë volumtime në miliona njerëz, jo në njerëz selektiv, edhe kanë pa që nuk ka asnjë lidhje, asnjë korelacion mes vaksinës dhe autizmit. Edhe mirë po është informacioni kur shpërndahet e merdhena, por me bë tash tërheqjen e atij informacioni, shumica e njerëzve, po ndoshta edhe disa as nuk dojnë me marrë si informacion të dytë ose këthec, mirë po, realisht ne duhet t'ju themi edhe populatës tonë, lidhja e vaksinave, qoftë ajo si informacion me autizmin, po ose me smundje tjera, nuk ka asnjë lidhje. Vaksinat, se kam dëgjuar edhe vazhdimisht ne kemi pacienta që thonë, po masi e mora vaksinën e Covidit, tani janë diçka organizmi, realisht i qet në pa, disa prej problemeve që normalisht i kemi. Ajo vaksinë ndoshta e ka përshpejtu si proces, po jo që vaksina i ka shkaktu ato... Shpeshher, doktor, dëgjojmë që thonë edhe ka efekte anësore. Po, realisht, efektet anësore dhe vetë me që munën me konë. Çka tham kur futet një virus i dobësum ose fraksioni tina, mund t'jap elemente të gripit, po jo grip. Edhe mund të dhem vendi ku e kem marrë, mund të kem pak temperaturë, ato janë disa orë që ose mrena ditës kalojnë. Në asnjë mënyrë vaksina nuk shkakton smundjen dhe në asnjë mënyrë vaksina nuk ka efekte që mund të dëmtoj. Po flasëm për këto vaksina të cilat i kanë kaluar gjitha ato fazat të testimit që i përmenda më herët. Doktor, për fund një mesazh për dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës sa i përket kujdesit shëndetësor. Fillimisht, sidomos gjatë kësaj periudhe. Po, fillimisht ju faleminderit për ftesën, është mirë që të ftoni, edhe di që Radio Maria është shumë e kujdesshme në këtë aspekt, edhe fton mjek nga lamite ndryshme që të bëjmë promovim dhe edukim shëndetësor fillimisht të popullatës. Sigurisht se gjatë kësaj kohë sa bisedum, në mos pjesa dërmuese, po një masë caktuar e njerëzve e dinë sakt se çka duhet të bëjmë në rast se kemi infeksione me viroza ose grip sezonal, edhe do të dinë ta bëjnë dallimin mes këtyre që i përmenda, edhe në veçanti nuk besoj që tani të gjithë nuk i frigohen më vaksinës për marrjen e vaksinës, domthon dilemën mes marrjes apo jo të vaksinës së gripit sezonal, edhe informacion krejt në fund, vetëm nga 1 tetori deri më sot në QKMF-n e Prishtinës i kemi aplikuar mbi 11.000 vaksina. Do të thotë përpara mas luftës i kem pas problemin se nuk kem pas shumë për shkak të buxheteve të kufizuara kështu me radhë. Tani jo vetëm 11.000, po edhe 11.000 tjera po të ketë nevojë, Instituti Kombëtar na ka premtuar se kemi në stok mjaftueshëm, andaj edhe popullata nuk duhet të hezitoj këtë muaj, zakonisht kur kemi këto fazat e gripit sezonal, që të vinë të vaksinohen në momentin, domethënë kur nuk kanë simptomatologji, me që kur janë në gjendje të gripoze, edhe mjektan nuk i vaksinojnë, me që ai do ta kalojë ashtu kështu, po jap këshilla ose terapi për me e kalu ose me të i kalu këtë gjendje. Po në qoftë se njehen mirë të gjitha moshat nga 3 vjet në fakt, e deri në moshën pa infinit, pa asnjë kundër indikacion, mund të vaksinohen, përfshi edhe gratë shtatzona, edhe fëmijët, e në veçanti mendohet personat që kanë smundje kancerogjene ose të gjithë mund të vaksinohen. Kush nuk mundet, si vjetë ke marrë rekomandimin nga vaksina për nga ke marrë, që ata që kanë alergji në gentamicin nuk mund të marrin, po janë edhe ato të rëndomtat, kush ka alergji në vezë, kush ka alergji në mish të bardh pulës, në pupla e kështu me radhë, janë këto me që mbjellja e kësaj vaksine bëhet në preparatet ose mishit të bardh pulës, ose edhe për këtë arsye ose në vezë, për këtë arsye edhe
ata që kanë alergji në këto, nuk është e rekomanduar që të merren, edhe pse edhe në rrethona të caktuara në Institutin Kombëtar ekzistojnë vaksinat ku jepen edhe për personat të cilët kanë këto lloje të problematikës. E para edhe e fundit, vaksinimi është parandalim, po vaksinimi edhe shpëton jetë. Doktor, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit Mjeku në studio këtu në Radio Marina Kosovës dhe të falenderojmë edhe për gjitha informacionet që i ke përcjell për dëgjuesit tanë. Faleminderit shumë, faleminderit ty Adelina, faleminderit për ftesën të gjithë shikuesve të Radio Marisë dhe dëgjuesve. Ju dëshiroj shëndet, me që nga mjeku nuk mund dëgjoni tjetër pas shëndet, edhe ne ju dëshirojmë jetë gjatë mirë dhe shëndet mirë. Faleminderit shumë doktor, është kënaqësi me të pasë gjithmonë në studio. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësinë të ndiqni intervistën tonë në emisionin Mjeku në studio me doktor Valdet Hashani, specialist i mjekësisë familjare dhe drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare këtu në Prishtinë. Kudo qofshi, hiri i Zotit tonë Jezu Krishtit qoftë me ju. Amen.